Fshatrat Krerës dhe Koriz në njësinë administrative Lumas të bashkisë Kuçov po përballen me një shpopullim masiv. Dikur me qindra banor, sot rrugët janë thuajse të zbrazëta, ku shihen vetëm pak të moshuar dhe shumë banesa të mbyllura me drynë. Tash edhe në Korizës, si gjithë këto fshatra të tjera që shikojmë ne, po jo fort e mirë. Tu kanë ngelur moshatar tash. Të tërë pensionistë. Dhe ne për këte po e vujmë më shumë, që duke qenë pensionist, me atë pak pension që marrim, ne si a dalim dot për asgjë. Unë vetëm ilaçe, me gjithë gruan, dom një 270.000 lekë në muaj. Korica, si që të regojnë plejtë dhe që është në arkivat në Itali, është gjetur se këti sëshu, ka qenë shumë fshat i madh. Edhe nga Korica ka nikur edhe në Turqi, janë shpërndarë tërë Shqipërinë, do në familje, se në atë ko u është shembur njerë kjo fshat i vjetër, është fundosur fare, edhe ka nikur. Por në atë ko i streonte, ishte ko e Turkut, i streonte në për para në diktatura këtu ishin 500 frymë, me letra, ose 85 familje, kështu, si familje. Aktualisht këtu, se shtëpit boshe janë, po si njerës, këtu mund të gënjëru 100 njerës. Këta pësu se pleqeri, në i fëmij, pak fëmij ka, se s'ka me fëmij. S'ka të janë, ben 6-7 fryma kjo. 800 që e bena më zbenë. Ne jemi tu kemi tërë me ilaçe, kemi të smurë. Ka qenë, po ka niku njerëzit shkretuar, ka ngellur një me qarë është gejnë, sa plejtë shumë edhe. Po këta që kanë betur me qaj sigurojnë jetesën? E të keq, me vuajtë, me halle. Ja, të keq nusje, e ajo vuan. Unë e brenda shtëpia, unë tutje nuk dalë. Se së rri do të na mezi. Po, qunin e vogël, ande kam në Athinë, me familje. Ande esh. Mendon ai të rikthehet sërish? Po vinë me fëmijë të jetuar, gjanë. Ku vinë fëmijët me të jetuar? Qopat ande u lindën, ande u rritën. Kthejnë me këto, ku do vinë këtu, dhe ja si që shikoni shkretira. Ku do vinë? Edhe unë që jam pleqëri, më rëzitem, jo, ato janë të re, do në bredh, do në të dalin. Ku do dalë që ka këtu? Që mallar poshë, ande i themi ne, a gallartë i thoshin për para, ata janë shkretuar të kanikur. Kanikur, mos e madhe ka vdekur. Të rinjtë janë largohën, jo në Itali, jo në Greqi, jo. S'ka malla ndë poshë, u mbylli, themi neve. Ka ngellur një me gjikë këtu edhe lartë. Këtu për para ka qenë fshat i madh faktikisht, ka pas shumë njerëz. Ardhen e demokracisë, sa fillon polvizin një ikën. Tani kemi ngellur ne që jemi këtu. Po thotë të rinj s'ka fare. Jo dhe, na dyn për shpirat, plejt. Rinia është larguar, kryesisht drejt emigracionit, ndërsa kthimi i tyre duket gjithnjë e më i pamundur. Si pasojë, bujqësia dikur burimi kryesor i të ardhurave për banorët është në rënje të lirë pasi mungesa e fuqisë punëtore e ka bërë të pamundur zhvillimin e saj. Shumë keqe kemi, ne kemi mbjell këto arat që kishim që ushqeshim para, bënim ato planet e shtetit, i kemi mbjell ullin, se s'kishte me as si punonim dot asë. Po dhe ullin, tash po na dalin që ata duan punë. Edhe në qoftë se bëjnë duon vjel. Edhe duon punra tjera, se thjesht ne i shikojmë kur bëjnë kokra, po duon krasitur, duon pleruar, i duon gjitha punë, duon spërkatur. Këtu s'ka, ne kemi një 2 çuna me traktora këtu, ata ikin një nga Greqia, edhe atje të ara i lemne, kur vinë ata të fabrikave të vini marin. Mi vërdam në i kokë rulli, jo e shumë. S'ka gjithë, s'ka. Rinjë? Miti kemi tutje. Ja. Jo në Gjermani, jo në Greqia, nuk ka një. Këtu e që ose vinë, do vinë 2-3 ditë, nuk rinë me. Po s'ka punëtore, ja, ashtu i ka komësia të pa mbledhur, pret punëtor, ja da na ime tu me ilaçe. Me ka prishu dhe shive bërë pëtur para rruga. Thamë për të ashtruar, as s'ka ndërmen të ashtu e fare. I që anusja vuon kështu me të keq. Me kasëm, punon me tokat me kasëm, s'ka. Mjetë s'ka, të rinjë të u largojnë të ata që punonin, u largojnë të rinjë, s'ka, me kasëm buon anusja. Ne vim vërdallë këto që punojmë me ulliri,
Me sa shikoj ti ke edhe një biznes standing këtu. Sepse e shoh që e ke Është mbyllur. mbyllur, s'ka. Nuk ka, është mbyllur. Po, s'ka njerëz më çfarë do bëj biznes. Mbyllur. Po si e siguron jetesën? Ja, me ullirin, emigrim, vem andaj na 2 muaj, 3 muaj, vim këtej me ullirin, çfarë të bëj? Po me udhirin apo dhe me prodhimet e tjera bujqësore, si ja bini S'ka, për to te, vetëm s'ka ulliri të ka. shqiptare. Vetëm ulliri është. Ja vetëm me gruan që mbledh ullim. Ajo që banorët e mbetur e shohin si më shqetësuese është fakti se prej më shumë se një dekadë në këto fshatra nuk është zhvilluar as i dasëm, fenomen që sipas tyre simbolizon zhdukjen graduale të jetës familjare dhe sociale. Por nuse në fshatin tuaj vin? Po qa nuse ku llogaritët, janë ja 40 çuna pa martuar. Edhe në moshë të madhe nga 30 e lartë. Po këte mirë që s'është vetëm te ne është në përgjithësi kjo, se po t'ishte te ne do ishim tramaksur fare. Ne pleqeria tash i mendojmë të rroj me ca ko, po që do se të rrosh. Duhet paraja, duhet të gjitha, se ai pension e për ilaçe na del vetëm. Ngelen pa martuar çunat. Disa çuna ka këtu, janë larguar te s'ka, se vjen njeri këtu. Kur ka qenë koha e fundit kur në këtë fshat ka ardhur një nuse, periudha? Qa them në shetë po ben shumë, mbaj mend unë. Po ben, qa shumë po ben. Po ben shumë, po ben, se shbe dasëm tu. Mos me 10 vjetë, me po ben, qa 10 vjetë. Po ben shumë. Që prej 10 vitesh në këtë fshat nuk ka pasur. Jo, nuk ka pasur. Të paktën vej 15 vjet jo një. Atë tas më thënë. Jo, le keni humbur traditën e bërë. Pavarësisht se çunat kanë ikur gjithë në emigrim, po mund të ketë të bëj 25-30 çuna për martuar. Banorët kërkojnë vëmendjen e institucioneve për të frenuar boshatisjen e mëtejshme të zonës dhe për të rikthyer jetën këtyre fshatrave tashmë të shkretuar.